Fillon nga e para me Boni Sala. Sepse fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese, më e mpret se çdo shpatë me dy tehe dhe depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, të nyjeve dhe të palcave, dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës. A e lexoni Biblën? Ndjeni ndonjëherë të pasigurt kur bëhet fjalë për interpretimin dhe zbatimin e shkrimit? Interpretimi dhe zbatimi janë shumë të rëndësishëm, sepse ato ndikojnë në mënyrën se si ne jetojmë bindjet tona, duke përfshirë dhe mënyrën se si i trajtojmë të tjerët. Ato dëshmojnë për emrin e Jezusit që ne pohojmë. Zakonisht, interpretimi më i qartë dhe më i thjeshtë i shkrimit është ai i saktë. Disa njerëz mendojnë se vetëm ata që kanë njohuri shumë të mira shpirtërore mund të kuptojnë Biblën. Jini dyshues ndaj kujdo që pretendon se ka një kuptim të veçantë dhe ekskluziv të shkrimit. Zoti u dha fjalën e tij të gjithëve. Kjo do të thotë se nëpërmjet frymës së shenjtë, ju mund të dalloni se çfarë thot Perëndia në shkrim. Zbatimi i së vërtetës biblike duhet të jetë relativisht i drejtë për drejtë. Qëllimi i fjalës së Perëndisë është të na ndihmojë të dimë se si të jetojmë. Bibla është e mahnitshme, sepse zbulon kujdesin e Perëndisë ndaj nesh, qoftë në gjëra të mëdha, qoftë edhe në gjëra të vogla. Bibla është një hartë e planit të Perëndisë për krijimin e tij, e mbushur me udhëzime për një jetë të shëndetshme për mendjen, trupin dhe marrëdhëniet tona. Kur mësoni se si të zbatoni shkrimin, kërkoni nga fryma e shenjtë t'ju ndihmojë të përgjigjeni pyetjes: çfarë do të thotë kjo për jetën time? Perëndia na dha frymën e shenjtë që të jetë me ne dhe të na udhëheqë në çdo të vërtetë. Bibla është fjala e Perëndisë, e gjallë dhe aktive. Pavarësisht se sa shpesh e rilexoni, Bibla na flet këtu dhe tani. Ndaj, lëreni të ndryshojë jetën tuaj. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.